Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dashur vëllezër, modrë nderuame, sot do flas për cilësitë e besimtarëve të vërtet, për mbledhura në një ajet Kurani, duke marrë për shkas pyetjen e shumë përdorur sot e një shekull ose më tepër më parë, që hyllet me çudi nga dikush që e ka nga ignoranca dhe me dashakejsi nga ata që janë armiq të kësaj feje dhe mohues, cilët mas i kanë dëgjuar apo lexuar ajetin e Kuranit, kur Allahu përmallnit vetë thot në Kur'an: "Walan yaj'al Allahu lil kafirina 'ala al mu'minina sabila." Dhe kur Allahu nuk do t'i japi pushtet qafirave, pra të pafeve, femohuzve, mbi besimtarët. Dhe ja ku ka sot e një shekull ose më tepër që gjendja e besimtarëve, pra muslimanëve, del jashtë këtij premtimi hyjnor. Ato që janë ignorant fes bëjnë çudi. Ato që janë armiq fes e përdorin këtë ajet Kurani për ul moralin e muslimanëve deri ke qëllimi më djallëzor për të mohu atë që Allahu ka zbritur në Kur'an. Dhe thonë, Zoti juve ju ka premtuar fitore. Zoti juve ju ka premtuar që kur të pafeve nuk do t'i japi pushtet mbi ju. Dhe ja ku është realiteti i sotëm, që të pafet kanë pushtet mbi ju. E kam sqaruar dhe dori sqaroj. Se kjo është çështje që e bën muslimanin të lëkundet, dhe lëkundja sjell dalje kafeja Zotin e rrit. Dyshimi është kuçetër që posja preve kokën, të rrezikon atë që është më e shtrenjta, është besimi dhe feja vetë. Në ajetet e Kuranit, ku Allahu premton për krahje, ngallëjim dhe fitore për njënën palë që është pala mbartëse e të hakut, e drejtës e të vërtetës, pra fesë Allahut, nuk përmenet me asnjë ajet fjala musliman. Allahu thot besimtarve: "Wa kana haqqan alejna nasrul mu'minin." Është hak e vërtet, e meritume, që ne thot i modhi Zot e kemi marrë përsipër që t'i japim fitore, nuk thot muslimanëve, thot besimtarve. Dhe ajet e tjera të Kuranit. Fjala musliman, si term fetar, si kuptim, si fjalë, do të thot deklarim i përkatësisë fesë që keti, pra i përkas fesë islame. Kur thonë jam musliman, nuk pretendon që je i përsosur dhe i ketë plotësuar me krejt virtytet që kërkon Allahu. Ama, si term apo emërtim kuranor, fjala mu'min, besimtar, është personi tek i cili mishërohen gjallënisht, jo me fjalë, jo thjesht me fjalë, e virtytet e besimtarit vërtet. Dhe gjithë premtimet e Allahut që vinë në Kur'an për fitoren edhe ngallëjimin e kujt, jo nuk përmend fjalën musliman, por përmend fjalën el mu'minin, besimtarët. Kjo besoj është i qartë. Ja muslimani përkas kësaj feje, këtij ummeti. Ama kur thush jam besimtar, prit. Ndashtë Allahu jam besimtar siç duhet. Po, në rregull. Besoj, nuk ka kur thu besoj në Zot në Kur'an, ato që duhet me besu, nuk ka ndashtë Allahu. Po unë besoj. Ama kur folet për të ardhmen, ndashtë Allahu jam besimtar, besoj, po ndash Zotit e mbyll jetën besimtar, se unë se di dhe se kam dorë veten për të ardhmen time. Po nuk lejohet me thonë, unë besoj në Kur'an, ndashtë Allahu, jo, unë besoj në Kur'an. A do jem besimtar, nuk e di, ndashtë Allahu do e mbyll jetën besimtar. Atëherë,
që të vim me kom tokë, të vim ke realiteti jonë i hidhur. Për s'ka për të mësu të vërtetën, vetë se ai që e shion të hidhurën e të vërtetës, se nuk ka se si të reagojnë në nëshe për mirë, nuk merë do të kthes, nuk penohet dot, nuk përpiqet dot. Unë më morë vetëm një ajet Kurani, që janë përmledh kulmimi i virtyteve të një besimtarit vërtet. Allahu përmallit vetë në surën Al-Anfal thot: Innamal mu'minuna alladhina. E fillon ajetin e Kuranit me kufizim dhe përjashtim. Nuk janë vetëse, nuk janë besimtar, pra besimtar vërtet vetëse, pra vetëse ato që kanë këto cilësi që do i përmend mrapa, jo ato që pretendojnë besimin e plotët vërtet. Jo fjalë boshe. Dhe i përmend Allahu përmendit vet. Innamal mu'minun alladhina, janë ato cilët, cilësia parë, idha dhukir Allah wajilat qulubuhum. Që cilësia parë neve duhet i thirrë mendjes. Janë ata vetëse ato të cilët kur përmendet Allahu i drithërohen zemrat. Gjithë secili pyet veten, sa e përjetoj unë mallninë e Zotit? Sa e përjetoj unë cilësitë e Zotit? Sa frikë, respekt dhe droje kam ndaj Zotit? Apo thirrët e zoni përmendet Allahu, angullin qendër rrugës dhe robi nuk nin as i gjo, vazhdon muhabetin dhe lun me celular. Dhe me zor shkullet ka veni për të shku të fal namazin, ose ca nuk e falin fare, dhe thot jam besimtar. Besimtarit me kuptimi plot. E ka bu Allahu shenjë, fillojnë qajnë, angullin qend. O njëri ti që je njëri krijesa zgjedhur, merr mësim thirrë menjes. Janë ca që s'falën fare, o hoxha thot, ky nuk o qenë ky o shejton. Si ky kur thirret e zoni, filloj qa, angullin, jo mbër ti. Ti shi vetën sa shejton të kanë hyrë bark. Sa e ndjek shejtonin dhe sa e ndjek Rahmanin. Sa reagon kur përmendet emri i Zotit dhe thirrja e Zotit për namaz, edhe mos më merr me qenin. Qeni ti hy shejtonin bark, nga sikleti që ka kur thirret e zoni, një siklet dhe angullin qanë. Kjo është. Po të morim si robi. Kjo është më e dobishme. Pra cilësia e parë që përmendet ky ajet Kurani. I drithërohen zemrat kur përmenden Zoti. Mos u merr me tjetrin fare. Unë këtë ligjërat mos i shkoj menja e kujt që po përgatis dikë që tjetë qortus ta rre menja vetën, ta rre menja vetë dhe të qofit metat e tjetrit. Absolutisht jo. Kjo ligjërat, sidomos kjo ligjërat, është që thellësisht dhe seriozisht me thellësinë e ndërgjegjës dhe të vetdijes gjithë secilit i kërkoj gjithë secili llogari vetes. Unë i pari. Cilësia e parë kur përmendet Allahu i drithërohen zemrat. Sa i ndjeshëm jam unë kur përmendet Zoti, ose kur e përmendun Zotin. E do ta pretendojmë ne këtë, jo s'ket drejti as unë bashkë me pretenduj që unë jam i tillë. Pa ma do të më përpjek. Dhe do ta lusësh Allahun. Përmend Zotin shumë, derisa zbutet zemrat, gdhenet ndërgjegja. Mështesh gur i sert që s'ke as lloj ndjenje kur përmendet i Madhi Zot. Cilësia e dytë, mos i bi shkurt, mos i bi gjatë. Wa idha tuliyat alehim ayatuhu zadatuhum imana. Dhe sa herë, shikoni, këtu nuk thot ndodh që përmendet Allahu dhe i drithërohen zemrat, po duhet të jetë e përhershme. Cilësia e dytë, dhe sa herë që i lexohen atyne, u përcillen atyne ajetet e Allahut, mrekullitë e Allahut, argumentet e Allahut, fjala e Allahut, zadatuhum imana, i shtohet aty në imani. Pra i rrënjoset edhe më shumë në thellësinë e ndërgjegjës vet. Besimi, derisa të arrin në gradën e bindjes, që s'ka fije përzierje me dyshimin apo lëkundjen. Besimi, siç thot
Gjiganti i shekullit 6 Hijri, Imam al-Ghazali, Zoti qoftë i kënaqur prej tij, nuk i mjafton robit thotë që unë besoj, kaq. Besimi në Zot, në ekzistencën e Zotit, është thjesht bërthama ose fara, që e ka gjithë secili që kur ka le, ja ka dhuruar Molli Zot. Po kjo farë, siç e dim, duhet vajitet, duhet kujdesesh për atë, që ti nxjerrë të dalin mbi tokë e fortë, me rronjë thellat qëndrueshme, ta pushtoj qiellin me dekët e veta në zhvillim deri kur t'japi frytet. Dhe jo më kot profeti alayhis salatu wassalam ka thonë besimi është ta dëtë e ca deg. Nuk është thjesht unë besoj. Që është kjo, thjesht unë besoj, edhe spit fara që ka thonë Allahu për besimin në vërtet. Ço kjo? Ti po sa i fe pa dashje, po sa i fe si mas fantazisë apo qefit tat apo pasionit tat ose tekave tuaja. Jo, feja është ashtu si e ka zbrit Allahu. Jo ashtu si ja do interesi ta paraqesi dikush. Dhe të justifikohet më kot ke njerëzit, sepse në fund fare justifikimet janë ditën e Kiametit ka Allahu. Justifikojë Allahut. Kështu si justifikohesh njerëzve sot, përfituroj vetëm para të Mollit Zot, mbas i ngjalljes dhe thuj, unë kam besu. Po i herë në ditë ka të thonë bismillah kur kam dalë për shtëpia ose kur i hypi makinës. Dhe nuk don me ditë fare për 70 ca deg tjera të besimit. Dhe nuk don me ditë fare për 70 ca ndalesa që quhen haram platformës preme. Ati që i drejtërohet zemra kur përmendet Allahut, pyet mirë çfarë do flasi dhe çfarë do veproj. Ati që i lexohen ajetet e Koranit, argumentet e Zotit, i rrënjoset edhe më fort besimi. Po kjo ishte cilësia e dytë ke ky ajet Kurani. Ka edhe tjera, po thash ke ky ajet Kurani përmbledhen kulmimet e virtyteve të besimtarit vërtet. Wa ala rabbihim yatawakkalun, cilësia e tretë, virtyti i tretë. Dhe tek Zoti i tyre mbështeten. Tek Zoti i tyre mbështeten. Çfarë do të thonë me u mbështet Zot? Shkurtimisht është temë e rrahur, është delikate, shpesh muslimanët e përfityrojnë dhe konceptojnë gabim mbështetjen ke Allahu. Mbështetesh ke Allahu do të thotë që për të realizuar një qëllim, gjithmonë inshallah qofshin qëllimet tona të larta dhe të mira. Sepse Allahu i urren qëllimet e ulta, çingërrimat, siç ka thonë profeti alayhis salatu wassalam. Ti shfrytëzosh gjithë mundësitë që ke, mendore, fizike, ekonomike, pushtetin, shoqërinë, krejta. Dhe në fund fare ta lutesh Allahun, pra ti mbështetesh në emrin e Zotit, duke menuar që sado aftësitë kesh dhe mundësitë kesh për të realizuar qëllimin tënd, nëse nuk do Allahu, nuk realizohen kur. Ti shumëzosh gjitha me zero. Edhe pse jemi të urdhëruar me shariat, ti shfrytëzojmë gjithë sebepet pa shkaqet. Shkon një bedevi, një nomad ke profeti alayhis salatu wassalam, tha e lash devën aty përpara, thot, ata lidh apo ti mbështetem Allahut? Shkurtimisht këtë çështje e ka përmbledh profeti alayhis salatu wassalam, lidhe dhe mbështetje Allahut. Pra thuaj o Zot më ruaj devën, por lidhe, boje detyrën. Shfrytëzoje sebepin. Ose siç e thot bukur një dietar i kohës, Allahu është shpërbleft dhe rujt. Nëse do me pa që sa besimtar je në lidhje me të mbështeturit tek Allahu, shif sa aktiv jenë përpjekje dhe sa i qetë je me zemër. Pra, ai që ju ka mbështet vërtet Allahut është në kulmin e përpjekjeve të veta, mendore, fizike, ekonomike, çaj ka të bëjë me shkaqjet me sebepet. Ama në zemër është i qetë. Nëse nuk jemi të qetë, nuk kemi mbështet Allahut ashtu siç duhet. Pa kjo ishte virtyti, cilësia e tretë e besimtarëve të vërtet, që duhet plotësu patjetër që të vi nga dhënimi, fitoria dhe përkrahja e Allahut, e shumë pritur dhe që do vijë ditë patjetër. Por ne nuk do na kërkohet llogari se kur do vi,
neve do na kërkohet llogari se sa u përpoqet për këtë fitore, të premtuar për Allahu. Vazhdoni më dhe Zot dhe thotë në këtë ajet Kurani, alladhina yuqimuna as-salah. Dhe ata cilët e kryejnë namazin, ose po ta përkthej fjalë për fjalë, yuqimuna, e më këmbi namazin, e majnë gjallë namazin, përpiqen ta përsosin namazin. Jo vetëm numerikisht, po edhe në cilësi. Është e vështirë, po është e vështirë. Është luftë me veten. Kur njeriu hyn namaz, më i vin lloj mendimesh. Unë për pak shkrythje dhe shplodhje, po e përsëris një thënie, një lajm që nga zanafilla e krijimit. Allahu përmendit vetë dhe këtë e bëj që të shtohet dashuria jonë për Allahun, duke pa shpalosjen, shpërfaqjen e cilësive të tij të bukura. Kur Allahu krijoi Xhebrailin nga madhorët e engjëjve, enjulli shpalljes dhe ndëshkimit bashkë, e pyeti Xhebrailit mollin Zot dhe i tha, o Zot, a ke krijuar një krijesë më të bukur se mua? Jo, i tha Allahu. A m'jep lejo Zot fal një namaz? Po, i thoti mollin Zot, fal namaz. Zgjati namazi i 120.000 vite, 120.000 vite një namaz nga Xhebraili alayhis salam, enjulli shpalljes. Maroi namazin Xhebraili alayhis salam dhe ju drejtuat mollit Zot. O Zot, i tha. Shikoni, edukata me Zotin ka bo krijesë në rume të bukur, shprehje e mirënjohjes e falënderimit 120.000 vite në një namaz. O Zot, atë ka dha adhuruar në i krijesë i adhurim të tillë, si ky, jo, i thoti molli Zot. Por, kjo por kini menjen. Jo me flet gjumë, më në artë tur para Zotit, për durimin, mëshirën, bujarin, butësin e ti, faljen e mollit ti. Por do vi një ymet, e ka fjalën për ymetin e fundit, ymetin tonë. Namazi i cilëve do tjetë pak minuta, 4-5 minuta, që bëhen koprat shumica muslimonëve sot i dhim se në 5 minuta, me falë për Allahun, ose gjysore gjithë ditën. Do vi një ymet, namazi i cilëve do tjetë disa minuta, dhe i përzime lloj mendimesh, lloj shqetësimesh, edhe pse kanë hyrë namaz me përmend mu, përmendin gjëra të tjera. Po janë njerëz që do kenë siklete, andralla, lodhje, vujtje, armiqësina, shqetësime. Dhe ky namaz tek mu është më i vlefshëm, Allahu Ekber. Më i vlefshëm se ky namaz jot. Kjo është Allahu. Pa nuk është pa turpsi që një Zot i tillë kaq bujar dhe kaq falës. Ti thuash portoj me u fal për ty o Zot. Portoj me të bind o Zot. Portoj me ta lexu librin tënd o Zot dhe shoh me orë futboll ose budalliqe të tjera që të shplajnë trunin shumicën e rasteve. A nuk o turpi më, a nuk do ta vit turp. Dhe pastaj themi jemi besimtar. O i dha të lijet alehim ajatu zatë dhe hujmi iman. Dhe kur i lexon atyne, besimtarëve të vërtet, ajetet, argumentet, fjalët e Allahut, i shtohet besimi, i forcohet dhe i rrënjoset fort. Mbështeten nga Zoti vet, duke u përpjek në kulmin e përpjekjes. E kryej namazin, përpiqen pra për ta kryer, se ne nuk e kryejm ashtu siç duhet. Ne nuk falim namaz si Xhebraili alayhis salam. As si pejgamberët alayhis salam. Wa mimma cilësia tjetër, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dhe nga ajo që ne i japim, thot i molli Zot, gjithçka për Allahut, mos thot kush un jap. Kështu tha faraoni, un jam, un kam, un mbretëroj. Poshtë meje rrjedhin lomej, poshtë meje janë to, sklevrit e mi. Un. Dhe më hoj Zot dhe arriti kulmin e padrejtësisë që tha jam vetë Zoti. Mos thuaj që unë jap, po thuaj më ka nëru Allahu që më dha mundësi me dhon zekatin apo sadakan apo diçka tjetër. Dhe nga ato që ne japim,
i furnizojmë, ato japin, zekati dhe sadakaja, thot i molli Zot, cilësi e tjetër e besimtarëve të vërtet. Ulaike humul mu'minuna haqqan. Këto, dhe pikërisht këto, janë besimtar haqqan, me hak, për fat kjo fjalë ka hyrë në shqip, hak, me hak, me merit, me të vërtet, të sakt, saktësisht, fjala hak do të thotë i drejtë, i qëndrueshëm, i sakt, i meritum, real. Për këto dhe pikërisht këto janë besimtar haqqan, realisht, të meritum, që ja meritojnë emrin dhe titullin, Zotin na boft risk, besimtar. Lahum darajatun inda rabbihim, për to ka gradë të larta tek Zoti i tyre. Pra kërkoj gradët, ndërimin ke i molli Zot, harroj njerëzit, harroj krijesat, se përndryshe do kalojmë në hipokrizi, Zoti na rrit. Për to do ketë gradë tek Zoti i tyre, harroj të tjerët, wa maghfira wa rizqun karim, falje dhe mbulim të paturpsive, Allah na i muloft me ata tona, dhe na fal gjunofet, dhe furnizim bujar. Kur thot Allahu bujar, mendoj që është pafund, se cilësitë ati janë pafundme, nuk kufizohen as në kohë, as në hapësirë. Kujtojmë mas këtij ajeti Kurani fjalën e profetit alayhi salatu wassalam, lejsel imanu bitamanni, nuk është besimi, pra besimi i vërtet, me hamendësina, si e përfituroj unë, si më do interesi mu ta konceptoj, ose ta paraqes, ose ta përkufizoj, ose ta përshkruaj. Nuk është besimi, thot profeti alayhi salatu wassalam, bitamanni wala bitahalli, as me hamendësina, as me ojna, me zbukurime. Pra, përqëndohesh ke mjekra, ke veshja, ose diçka tjetër si përfaqësore, edhe ti harrosh gjithë këto virtyte që tek e fundit kanë të bëjnë thellësisht me zemrën dhe me ndërgjegjen e besimtarit vërtet. Fjala e profetit alayhi salatu wassalam nuk është besimi i vërtet, as me hamendësina, as me ojna, me zbukurime, me stolisjet si përfaqësore. Por si është, walakin, por hua ma wakara fil qalb. Imani, ai është ajo që ka rrënjos në zemër, wa sadaqahu al-amal, dhe vërteton vepra, kaq. Rrënjos në zemër dhe vërtetojnë veprat. Ço mund të flasim më tepër? Ka për të fol prap. Ajetet e tjera e Kuranit përmenden cilësi të tjera të besimtarëve të vërtet. Por amo, unë zgjodha, me që ne jetojmë i kohë që durimi për të kërkuar ditërni është shumë i vogël. Është shumë i vogël. Fitoret dhe ankesat tona janë shumë mëdha. Në vend që të jemi një ymet i fortë, i qëndrueshëm, i lumtur për përkatësinë tonë, fen që na ka zgjedhur Allahu, jemi bojë ymet qaraman. Zoti na rujt. E kemi shumë të lehtë ankohemi. Dhe të përpiqemi pak, ta përmendim Allahun pak, të lexojmë Kur'an pak, ose fjalët e profetit alayhi salatu wasalam, apo historinë e tij, apo historinë e profetëve, që janë shembull i përsosur dhe euliave të Allahut. Ta fuqizojmë imanin, ka qenë shprehje më shprehje. Unë këtë nuk e them, këtë që do them tani, nuk e them vetë se shikoj rrezik të madh ke vetja ime, familja ime, ke ju vëllezërit e mi në Islam, ke krejt ymeti. Është luftë për jetë a vdekje, që jetë a vdekje? Do gjallënohet apo do forcohet imani jonë, apo do vi duke vdekjet nga dalët. Që se kuptojmë. Ka qenë shprehje brezi më i mirë, brezi i parë, shkurt. Eja të besojmë pak. Që do më thonë eja të besojmë pak, eja të bëjmë si me feje. Eja të besojmë pak, të përmenim, të lexojmë ajet e Kurani.
Nga thënët e profetit alayhis salatu wassalam, përmenim Allahun, pra ja të përjetojmë besim, sa do pak. Po përkupohemi sot për ushqimet bio. Çdo dukuri, a kemi thonë dhe të themi prap, që që do mos kur është e keqja mesazh për Allahut. Allahu është aq i moll, aq i mëshirshëm me ne, sa që mene jo nuk i gjithë përfshin dot pa fjen e dyshimit. S'është mjaftuar Allahu vetëm duke zbrit librat qiellor, duke dërguar profet, duke ruajtur fenë e tyre, po Allahu është një edukator që me zhvillimin e ngjarjeve që na rrethojnë, me dukuritë që neve na godasin herë mas here, ai jo na dënon. Ose thoni fjalën na dënon. Se jemi besimtar, jena musliman, po na përkëdhel, sa do të hidhurat na duken, na përkëdhel që të vim vete. Ti kthehemi kësaj feje edhe më me forcë, edhe më me vendosmëri. Problemi më ushqimi, po është ushqimi. Shqipërinë kanë fut nga vendet eksperimentale. Ngjumë shqiptarët, s'po kujdesen as për trupin fort jo. Po trupi është më i ndjeshëm. Kurse helmet që hidhen për të na e vraj imanin dhe moralin dhe fenë tonë, janë shumë më të mëdha se sa ai problem që neve jemi shumë të ndjeshëm ndaj ushqimeve, ndaj ndotjes ambientit e tjerë e tjerë. Shumë i madh. Me shumë, po do thot dikush, Allahu na ka premtuar në Kur'an, o yakiduna kaida wa akidu kaida wa makaru makran kubara wallahu khairul makirin. Ato bëjnë kurthe dhe Allahu bë kurthe dhe bën kurth shumë më, Allahu më i miri kurthpunuese. Po kjo premtim për Allahut, ne çfarë po bëjmë? Sa po përpiqemi për veten tonë, familjen tonë, vllazërinë tonë, fen tonë. Sa të zgjuar jemi dhe sa të përgjumur. I po gjithë secili pyetjen vetes. Pa kur kujdesemi për ushqimin e trupit, që gjithë e dim që këtë trup do e lejmë i ditë e ke varresat, pa asnjë lloj përjashtimi. Krejt do ta lejmë. S'ka për ta marrë asnjë me vete. Da marrim me vete, po ta lejmë aty t'ia kthejmë tokës. Bëhet ple, përveç atij që ka shkruajtur Allahu ka vlijat që haru. Inshallah i shtoft Allahu mes nesh. Atë që e ketë përhershme, ushqimi shpirtënor, çfarë po bën? Si po e le i pjesë të mëdha tjetës tënde, jo vetëm që të ushqehet me ajete Kur'ani, me dituni fetare, me përgjërim ndaj Zotit, lutje të thella, me të përmendje të Allahut, me mësime feje, me adhurim, me përkushtim. Këto do i morsh me vete. Nga të mirat flas. Tjera të i lesh gjithë. Pse atë që është e përjetshme, fitimi i përjetshëm, e haron ose kujtohet shumë pak. Dhe pikërisht preokupohesh deri në skllavëri. Deri në skllavëri kanë shkuar njerëzit sot. Jo skllavëri, po deri në armiqësi, domethënë të pacip kundër njëri tjetrit vetëm nga tafmoja dhe mania dhe makutëria që kanë. Pikërisht për atë që gjithë do e lënë. Dhe për atë që gjithë do ta morin, shumë pak njerëz përpiqen që të morin sa më shumë të mira, dhe ke këto pak që përpiqen kanë ndikim më nga armiqtë e kësaj feje që na helmojnë çdo ditë dhe kanë kurthet e veta. Ora ato që do binë kurth Allahu do binë. Gropën që e hapin kësaj feje dhe mbartësve të kësaj feje pa fjalë dyshimi sa më thellë ta hapin. Aq më thellë do zhyten. Nuk diskutohet sa premtim për Allahut. Po ti e unë kena detyrat tona. Këtë mos ta harrojmë. Kur ja jep fëmijës tonë celularin, e para punës mos ja jep një mosh njom, se po e masakron me rrezatime me tjera. E dyta, ti sa do i kujdesshëm t'jesh, nuk e mbikëqyr fëmijën ta se çfarë shef aty. Po i themi shembull se ne muslimanëve në kohë krizash, kemi thonë disa historina, Allahu na çon mesazh po nga armiqtë e Islamit. Një vllai jon musliman tregonte që kanë punu me motorciklet duke shpërndar pjesa me një lagje herbrenjsh që futesh në Londër. Ishte komplet lagje herbrenj.
Ata janë shumë strikt ke ato parimet e veta. Djallëzore, stër djallëzore, janë shumë serios në të keqen e vetë. Neve, duhet jemi shumë ma serios të përkushtum në të mirën që na ka ngarku dhe në tjetën kona na ka ndërua Allahu me të. Thotë e kam punu 3 vjet atje. Nuk kam pa një fëmijë hebre për 3 vite rjesht, në rrugë, duke shku dhe duke arë për shkodhe, as me celular, as me tablet. Po, kam pa fëmijë hebre duke as rrugës, duke lexu libër. E merë një vesh që kurthi, një nga kurthet, kjo është një nga kurthet. Po na bëhet sot në, unë kam folë me ko për këtë punë. Ose me studime që janë bo. Ato që i prodhojnë, ato që i mushin, ato që paguajnë njerëz me na shplat trunin e në për rrjeta sociale. Me tonelata. Para. Ato fëmijët e vetë i ruajnë fort. Vjen shumë keq. Nga shumë prindë janë dorëzuar dhe s'do dorëzohen. Dhe studim tjetër, që s'po më kujtohet me shifra të sakta, po afërsisht dhe mjafton. Kanë krahasu studimin libër letër dhe studimin në ekran, qoftë tablet, qoftë celular, qoftë kompjuter. Përqendrimi dhe memoria kujtesa lumbi 50% më tepër në studimin libër se sa në ekran. Kjo teknikisht, mos them palaçolligjet që shef fëmia aty, shplarjen e trunit, çakurdimin psikik që ka etj. Edhe rrezatimi, që pak a shumë e kemi me vetë të gjithë, po Zoti na ruaj inshallah të gjithëve. Pra, kështu thot profeti alayhis salatu wassalam, ose të gjitha këto, ka edhe cilësi të tjera. Thashtë janë cilësit që kulmojnë besimtarit vërtet. Pa e që i përmbledh gjitha, është kur Allahu thot, inma kana qawlul mu'minina idha du'u ila Allahi wa ila rasuli, nuk ka qenë tjetër fjala, pra reagimi i besimtarëve kur ftohen, kur thirrën për ke Allahu dhe i dërguari vetë se thonë, sami'na wa ata'na, dëgjuam dhe u bindëm, ke i mbledh gjitha. Pse ku e gjetë ti që i mbledh gjitha? Po. Vjen një bedewin nga vise shumë darkta. Kishe pranu islamin, tako profetin alayhis salatu wassalam dhe i thot, o i dërguari Allah, unë s'kam komenet shumë të më mësu shumë nga feja. Pa më thuj fjalë nga kjo feje që të më mjaftosh dhe të mi përmbledh gjona. Po i thot profeti alayhis salatu wassalam, i thot vetëm 2 ajete Kurani. 2-3 ajete Kurani, që besoj shumica jon këtu i di. Wa ma ya'mal mithqala dharratin khayran yara. Kjo sura Zelzele. Pra, tarmeti i moll, qameti. Dhe a ditën e gjykimit, kush ka punu nga të botë, qoftë dhe një grimc, sado e vogël të jetë, nga puna mirë do ta shohë, pra ta shpërblehet. Dhe kush ka punu, qoftë një grim, sa do e vogël tjetë, nga sherri, nga e keqja, do ta gjej, do ta shofi. I thot ky analfabet, e kryve amanetin, më mjaftove me këtë që the, që tha profeti alayhis salatu wassalam, 2 ajete Kurani. Fakuhar rajul, u bo faqih, që më faqih, djetari fes, si djetari fes, me 2 ajete Kurani, analfabet, po mu, nga t'ja maj, unë e qyti profeti alayhis salatu wassalam, e qyti faqih, djetar fe, pse djetar fe? Sepse ky njeri me këto 2 ajete Kurani e vendosi një herë për gjithmonë, që unë për derisa ditën e gjykimit, do t'ja llogari për gjithçka, dhe nuk do humbi ke Allahu as e mira as e keqja, gjitha do ndalin aty, do shpërblehen për të mirën dhe do nohen për të keqen. Atëherë unë do matem për çdo vepër që do bëj. Dhe ai që matet për çdo vepër që e bën, nuk e bën pa e ditë si është sipas fesë Allahut. Dhe po që ignorant do pyesi. Dhe ky njeri quhet i ditur, pse? Sepse ka bërë çdo veprim me dituri,
Mos i ka pyet, s'ka problem, quhet I ditur. Mund të jesh doktor shkencash islame, Zoti na ruaj. Po kur nuk punon me atë që din, nuk quhet dituni, quhet thjesht informacion. Ka informacion. Amo me e ditë mirë, do më thonë, atë që din ta përjetosh, ta zbatosh. Pra u boj ditur ky njeri, pra ndau menin e vendos I herë për gjithmonë, që s'do boj punë pa pyet si është Islam. Kjo është ditunia. Zoti na ruaj nga ditunia rreme, nga ditunia që na bë dom. Ose si thot profeti alayhi salatu wasalam, kush vepron me atë që din, Allahu I mëson atij atë që s'e din. Ose më e bukura, që shpesh e ke direkte prej Allahut, mos I duket çuti, jo pas jemi profet ne. O po ta them unë s'jena profet, po e ke prej Allahut, po hapi sytë e zemrës, mirë kur lexo Kur'anin, peshoj fjalët me zemër. O me yattaqillaha yaj'al lahu furqana. Dhe kush I ka drojen Allahut, Allahu bën për atë dallim, fillon të dalloj gjonat. Ta bje frymëzimin I madh I Zot dhe je I qartë për atë që bën. Dhe po ajat Kurani, ittaqullaha yu'allimkumullah, kini droje Allahun, përkushtojeni për Allahut, ju mëson juve Allahu, ha? Dituria merret me libra me mësim, po dituria mbi të gjitha merret duke zbatuar atë që din. Ta jep dhurat Allahu, mund të jesh dietar I mund të kesh tonelatat e librave në kokë. Vjen momenti për ta zbatuar fenë e Zotit për shkak të gjunofeve që mund të kesh bë, sa do I ditur të kesh, informacion fetar të kesh, nuk ta bë Zoti marr me zbatuar fenë e Zotit. Po. A mund kur je I ndrojtur, I sinqert me Zotin, më po ignorant me qenë, Allahu përmendit vetë sa e ka premtuar në Kur'an. E ka premtuar në Kur'an. Ka për ta quajtur aty engjëllin në frymëzimin do të bosh atë që duhet dhe të shpërblehesh. Ky është Allahu, s'na lën Allahu. Gjithmonë jemi në mbikëqyrjen e Tij. Elus Allahun na stoliz dhe të na nderojë me nderimin e madh, e të qenurit besimtar të vërtet. Të na nderojë dhe të na hijeshojë me sjelljen model të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe të shokëve të tij të besnik dhe të ulijave të tij të mirë. Elusim krijuesin e gjithësisë, ta I forcoj këmbët tona dhe zemrat tona në rrugën e Tij drejt dhe të përsosur. Allahu na bof që ndrushëm në çdo lloj rasti, në gëzim dhe në hidhërim, në varfëri dhe në pasuni. Elusim krijuesin e gjithësisë, na dhënë nderin e madh, qenurit shërbëtor të Islamit dhe të muslimanëve në veçantë dhe të njerëzisë në përgjithësi. Allahu na latoft rrugën për në xhenet. Allahu na ka plof me mëshirën e vetë në dyja botët. Elusin madhin Zot. Ja Rab, ja Rab, ja Rab. Shkatroj gjithë kurthet dhe planet që bëhen kundër Islamit dhe të muslimanëve, në veçantë dhe kundër njerëzimit në përgjithësi. Shkatroj sullumqarët me njëri tjetrin, hipokritët me njëri tjetrin. O Zot, mos jep kurrën e kurrës pushtet mbi ne. Atyre që nuk frikojnë Ty dhe nuk na mëshirojnë ne. Jepi pushtet mbi ne, atyre që të frikojnë Ty, na mëshirojnë ne dhe janë më të mirët prej nesh. Ja Allah, ne I bëm pa drejtësive dhe stonë, me gjunahet tona, për gjumin, kopracin tonë, me fshtësin tonë, nëse nuk na mëshiron dhe na fal pa fjen e dëshimit që do të jemi nga të dështuarit dhe të humburit. O Zot, mos I bëjnë qeshin me gjendjen tonë, armiqtë e Tuaj, armiqtë e Islamit dhe të muslimanëve. O Zot, mos I bëjnë të tallën dhe të qeshin me gjendjen tonë për shkak të mendje lehtëve prej nesh, dhe të pabesëve prej nesh, dhe të ignorantëve prej nesh, armiqtë e Tuaj, armiqtë e Islamit dhe të muslimanëve. O Zot, jepi fund poshtrimit që na vjen prej armiqve Tuaj dhe armiqve tanë, armiqve të kësaj feje. Ja Allah, kthej lirin tokave të pushtuara të muslimanëve.
O Zot, ktheje lirinë dhe të lirësinë zemrave të pushtume nga vesi, nga makoturia, të krejt muslimanëve ya Rabbel Alamin. O Zot, ktheja nurin e mënzirosur këtij ymeti. O Zot, ktheja vërtytin e përdosur rinis këtij ymeti. O Zot, mos i la ato dhe neve në dorë shejtanit, në dorë planeve djajve të dëxhalërve. O Zot, vështeje s'kemi tjetër. Ja Rabbel Alamin. O Zot, mos na bëj kur që të na lëkundet bindja dhe ta humbi shpresa ke mallnia jote ya Rabbel Alamin. I kërkoj falja Allahut për ne këtu, për prindrit tanë, për udhëzuesit tanë, për krejt muslimanë dhe muslimanet, ato që i kanë atë botë me iman, dhe ato që do vinë mas nesh me iman deri në ditën e Kiametit. Dashur vëllezër, mota nderuame, kërkojini falje Allahut për gjithë. Ai po na nderon. Qoftë ky çast i pranimit të Rab. O Zot, ne jemi dobët na forcoj ya Rab. O Zot, ne ndodhëm vendin tonë me gjunahe, na pastroj ya Rab dhe na ndriço. Allahu ju dash gjithëve. Allahu ju dash gjithëve dhe ju mëshirov gjithëve. Allahu ju bëf për atyre që i pranohen lutjet. Allahu na pranoft kërkim faljen. Amin. Alhamdulillah hamdan kamilin wassalatu wassalam ala al-anbiya wal mursalin وعلى سيدنا وحبيبنا ومعلمنا وطبيبنا وشفيعنا إن شاء الله يوم القيامة صاحب الكوثر سيد الخلق أجمعين إمام الأنبياء والمرسلين محمد المصطفى وآله الكرام وصحبه الطاهرين وعلى من اتبعوا بالإحسان حتى يوم الدين تسليما كثيرا. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Në hutbën e dytë shkurtimisht të kujtojmë modelin ton për më të mirë mas pejgamberëve dhe profetit fundit Muhammed alayhi salatu wassalam, sahabët, shokët e tij të nderuar, që i lavdron dhe i përmend Mollin Zot vetë në Kur'an. Për sa i përket ditunisë së zbatimit atyne që dihen, që duhet i di besimtari. Tregon Abdullah ibn Umar, Zoti qoftë i kënaqur për të dyve, thot ishin të atill shokët e dërgumit Allahut Muhammedit alayhi salatu wassalam, që pasi zbristën ndonjë sure, rrinin ndoshta me muaj për ta mësuar se si zbatohet dhe e zbatonin. Për ta mësuar se si zbatohet dhe punonin me të, pra e zbatonin, dhe kjo ka qenë edukata dhe cilësia që i gjithë përfshinte brezin më të mirë, nxënësit më të mirë, profetit më të mirë, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam.